fshatin Kopanis të komunës së Sarajit ndodhet edhe një nga muzeet më të veçantë në vend, por që ende nuk është muze zyrtar. Shtëpia e Setullah Demirit është kthyer në një labirint kujtimesh, kur çdo dhomë, çdo cep, çdo objekt flet për kohët e shkuara. Në këtë ndërtesë trikatëshe me 8 dhoma gjejmë gjithçka, nga gjotina e deri te veku, qerenusërie, makina shkrimi e qepjeje, goblen, fotografi, libra, bakri, veshje tradicionale, kopuz të vjetra dhe shumë mjete që nuk u dihet më as emri. Setullahi e ka mbledhur këtë pasuri për afro 30 vitesh nga vende të ndryshme të botës. Por ai thotë se nuk ka trashëgimtar dhe se frika e tij më e madhe është që këto objekte me vlerë historike dhe shpirtërore do të humbasin. Edhe pse ky është një nga muzeumet më interesant që mund të vizitohen, ai mbetet pronë private pa përkujdesje institucionale. Dhe nëse nuk merren masa për ruajtjen e tij, rrezikohet të humbas përgjithmonë një pasuri që nuk mund të rikthehet. Sa vjet i ke? 83. Bravo.